Osfa String Quartet ishte në Korçë me një mbrëmje të veçantë të sezonit të muzikës së dhomës. Në ambientet e Galerisë Arteve Digjitale, publiku pati mundësinë të shijonte interpretimet e Judy Dodaj dhe Giulia Dodaj në violin, Stella Bello në viol dhe Remino Sula në violonçel, me vepra nga kompozitor të njohur botëror. Turi koncertor për sezonin e muzikës së dhomës vazhdon dhe duke nisur nga Durrësi, sot jemi në koncertin e dytë në Korçë me kuartetin e Orkestrës Simfonike të Forcave të Armatosura. Është gjithmonë shumë bukur të kthehesh në Korçë, sepse është një qytet shumë mikpritës, duke qenë edhe qyteti im është edhe më mikpritës në këtë rast. Ishte një koncert fantastik, u prit shumë mirë. Ndryshe nga herë të tjera, Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura nuk vjen e plot në Korçë, por vjen në kuadrin e muzikës së dhomës, pra kuarteti i muzikës së dhomës. Sot ishte një koncert super i bukur, ku u mikprit goxha bukur nga qytetarët korçar. Por dua të them që ne nuk është se do të mbyllim këtë koncert vetëm në Korçën, por që do të vazhdojmë me sezonin ton koncertor në Shkodër, Fier, Vlorë e tjerë. Ky koncert solli përjetimin nga afër të finesës dhe emocionit të muzikës klasike në një atmosferë unike artistike.